Pas nënshkrimit të marrëveshjeve strategjike mes dy vendeve, kryeministri Edi Rama dhe homologja e tij Giorgia Meloni zhvilluan një konferencë të përbashkët për shtyp. Kryeministria italiane theksoi se në takim janë përcaktuar sektorët se ku do të vijojë bashkëpunimi mes dy vendeve, ku prioritet do të jetë korridori 8. Për marrëdhëniet tona falshe, për marrëdhëniet tona mund të quhet historike. Jo vetëm për faktin se është hera e parë që qeveritë tona takohen në një format të këtij lloji, por edhe për atë që ju sapo ishit dëshmitar, pra për sasinë dhe cilësinë e marrëveshjeve dypalshe, teknike dhe qeveritare të cilat u nënshkruan. Është e qartë, ne e dimë që marrëdhëniet mes Italisë dhe Shqipërisë janë marrëdhënie që, le ta themi, i kanë rrënjët shumë thellë. Kanë qenë gjithmonë marrëdhënie të tilla konstante të vazhduara që shkojnë përtej interesave reciprok. Ne, le të thuash që kemi qenë të gjithë paksa të mallëngjyer nga kalimi i asamblesë son plenare me të paktën 20 ministra, të cilët morën fjalën të gjithë duke folur në mënyrë ekskluzive në italisht dhe pa pasur praninë e përkthimit. Mendoni se sa tregon kjo gjë se sa Italia ka qenë dhe është një pikë referimi për Shqipërinë. Ndërsa kryeministri shqiptar paralajmëroi se të dy vendet po punojnë për një tjetër projekt me rëndësi të madhe strategjike që do të lidh lindjen me perëndimin dhe kur sipas tij do të përfshihen shtete si Rumania, Bullgaria, Italia dhe Shqipëria. Rama bëri me dije se po punohet për hapjen për herë të parë të Muzeut të Artit Italian në Shqipëri. Kemi një nga projektet më të mëdha në Europë për energjinë, i cili po ecën përpara për të kontribuar ndaj sovranitetit energjetik të Europës përmes linjës interkoneksionit mes Shqipërisë dhe Italisë me pjesëmarrjen e Emirateve të Bashkuara Arabe, por jemi tashmë duke punuar për një tjetër projekt të madh, i cili do të lidh lindjen me perëndimin dhe që do të përfshinte në të shtete si Rumania, Bullgaria, Greqia dhe Italia dhe Shqipëria, dhe që është një rëndësie të madhe strategjike.